Surja Jusuf. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Ra. Këto janë ajetet e librit të qartë. Ne spritëm Kuranin në arabisht që ju të mund të mësoni urtësinë. Ne po të përcjellim ty më të bukurën e historive në këtë Kuran që të kemi shpallur. Përpara kësaj, ti ishe ndër ata që nuk dinin. Kujto kur Jusufi i tha të atit Jakubit: "O baba im, unë pash në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën. Unë i pash duke më bërë mua sejdë." Baba i tha: "O biri im i dashur, mos u trego ëndrën vëllezërve të tu, se ndoshta të bëjnë ndonjë dredhi. Shejtani është vërtet armik i betuar për njeriun. Kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty që të mësoj shpjegimin e ëndrave. Ai do të plotësoj mirësinë e vet ndaj teje dhe ndaj familjes së Jakubit, sikurse bëri më parë ndaj etërve të tu, Ibrahimit dhe Ishakut. Zoti yt është i gjithditur dhe i urtë." Në historinë e Jusufit dhe vëllezërve të tij ka vërtet shumë mësime për të gjithë ata që pyesin për të vërtetën. Vëllezërit e tij thanë: "Baba ynë do më tepër Jusufin dhe vëllain e tij të vogël se sa ne, por ne bëhemi një grup i fortë. Baba ynë po gabon dukshëm." Vëriten Jusufin ose hidheni diku në një vend të largët që babai t'ju doj vetëm ju dhe më pas bëhuni njerëz të mirë. Njëri prej tyre tha: "Mos e vrisni Jusufin, por nëse doni të bëni diçka me të, hidheni në pus, që ta gjej dhe ta marrë ndonjë karavan udhëtarësh." Ata thanë: "O baba, përse nuk na e beson neve Jusufin? Ne i duam veç të mirën atij. Lëre nesër të vi me ne, të gëzohet dhe të luaj, të sigurojmë se do ta ruajmë dhe do të kemi kujdes për të." Jakubi tha: "Do të mërzitem, po të largohet prej meje. Pastaj, kam frikë se mos e ha ndonjë ujk kur ju të mos e keni mendjen." Ata thanë: "Nëse atë e ha ujkun ndër ne që jemi grup i madh, atëherë ne mos qofshim fare." E kështu, ata e morën Jusufin dhe e hodhën në një pus. Dhe ne i futëm në zemër këto fjalë: "Një ditë ti do t'ua thuash atyre të vërtetën e kësaj që po bëjnë tani dhe ata nuk do të njohin." Në mbrëmje, ata u kthyen tek babai i tyre duke qarë dhe thanë: "O baba, ne shkuam të bënim gara kurse Jusufin e lam të rrobat tona, e në këtë kohë ata e hëngri ujku. E dim që ti nuk do të na besosh edhe pse po të themi të vërtetën." Ata i sollën këmishën e Jusufit të lyer me gjak të rrejshëm. Jakubi tha: "Jo, nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka mes jush. Durimi është gjëja më e mirë për mua. Allahu t'i kërkoj të më ndihmoj në këtë që ju po të rilloni." Aty kaloi një karvan udhëtarësh dhe dërguan dikë për të marrë ujë. Ai e lëshoi kovën brenda në pus dhe befas tha: "Oh, sa gëzim, këtu qenë ka një djalosh." Ata e morën dhe e fshehën djalin si mall tregtie, por Allahu e dinte shumë mirë se çfarë po bënin. Ata e shitën atë shumë lirë, vetëm për disa grosh, dukeshin që ata nuk lakmonin shumë për të. Atë e bleu dikush nga Misiri, Egjipti, i cili i tha së shoqes: "Le të jetë i nderuar mes nesh, ai do të na sjellë dobi të shumta ose do ta birësojmë." Kështu e venduam Jusufin në tokë dhe i mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu është mbizotruesi të gjitha çështjeve, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Kur Jusufi arriti bjekurin, ne bëm gjykues të aftë dhe i falëm dituri, kështu i shpërblejmë ne vepër mirët. Zonja e shtëpisë ku ndodhej Jusufi nisi ta tundonte kundër dëshirës së tij.
ajo i mbylli të gjitha dyert dhe i tha: "Eja, jam e gatshme për ty." Por ai tha: "Allahu më ruajt, zotëria im, bashkëshorti yt me plot bujari më nderoi e më strehoi. S'ka dyshim se keqbërësit nuk shpëtojnë kurrë." Ajo e dëshiroi fort atë, aq sa edhe ai do ta kishte lakmuar atë, sikur të mos shihte provën e Zotit të vet. Kështu, ne vendosëm që të largonim prej tij të keqen dhe boshtërsinë. Vërtet, ai ishte nga robt tanë të sinqert. Që të dy vrapuan drejt derës dhe në këtë kohë ajo i grisi këmishën nga mbrapa. Tek dera ata hasën zotrin, burrin e saj. Ajo tha: "Çfarë ndëshkimi meriton ai që tentoi të bënte keq në familjen tënde përveç burgosjes ose diçkaje më të dhëmshme?" Jusufi tha që ajo që kërkoi të më tundonte mua kundër dëshirës sime. Një dëshmitar nga familja e saj gjykoi: "Nëse këmisha e tij është grisur përpara, ajo ka thënë të vërtetën, kurse ai gënjen. E nëse këmisha e tij është grisur prapa, atëherë gënjen ajo kurse ai thot të vërtetën." Por kur burri i saj e pa këmishën që ishte grisur nga prapa, tha: "Kjo është një nga dredhit tuaja të femrave. Me të vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha." Jusuf qëndro larg kësaj, kurse ti tjetra kërko falje për gjunahun tënd se vërtet ti je fajtorja. Disa nga gratë e qytetit thanë: "Gruaja e zotërisë ishte vërsulur marrëzisht shërbetorit të vet. Asaj ka hyrë në loçk të zemrës dashuria për të. Me siguri që ajo e ka humbur fare." Kur ajo dëgjoi për thashethemet e tyre, u çoi fjalë për t'i ftuar dhe u përgatiti një gosti. Çdo njërs prej tyre i dha nga një thik dhe i tha Jusufit: "Dil para tyre." Kur e pan, ato ngelën të shtangura nga bukuria e tij, aqsa prejnë edhe duart dhe pastaj thanë: "Allahu t'i qofshin fal, ky nuk është njeri, ky duhet të jetë ndonjë melek fisnik." Atëherë ajo tha: "Ja, ky është ai për të cilin ju më fajsuat. Unë u përpoqja ta tundoja atë, po ai u përmbajt fort. Por nëse nuk bën atë që urdhëroj unë, ai do të burgoset dhe do të poshtërohet." Ai tha: "O Zoti im, parapëlqej më shumë burgun se sa atë ku më ftojnë ato. Nëse ti nuk e largon kurthin e tyre prej meje, unë mund të prirem drejt tyre e të hy në radhën e të paditurve." Zoti e pranoi lutjen e tij dhe ia largoi kurthin e tyre. Vërtet, ai dëgjon e di gjithçka. Më pas, edhe pas i pan argumentet, ata vendosën padrejtësisht që ta burgosin Jusufin për një farë kohe. Së bashku me të, hynë në burg 2 të rinj. Njëri prej tyre tha: "Unë pash në ëndër sikur shtrydhja rrush për verë." Ndërsa tjetri tha: "Unë pash në ëndër sikur po mbaja mbi kokë një bukë që po e çukisni zogjt. A mund të na i shpjegosh këto ëndra se dukesh vërtet që je njeri i mirë?" Ai tha: "Përpara se të vi ushqimi që hani, unë kam për t'ju shpjeguar ato ëndra që pat. Këtë gjë ma ka mësuar Zoti im. Unë i kam braktisur ata njerëz që nuk besojnë në Allahun dhe që mohojnë jetën tjetër. Unë ndjek fenë e etërve të mi, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit, ne kur nuk i kemi bërë shok Allahut. Kjo është prej mirësive të shumta të Allahut për ne dhe për njerëzimin në tërësi, por shumica e njerëzve nuk tregojnë mirënjohje për këtë. O dy shokët e mi të burgut, si mendoni ju, është më mirë të adhurohen zotat të ndryshëm apo veç Allahu, që është një e ngadhnjëmtar? Ata që ju adhuroni përveç Allahut nuk janë gjë tjetër veç se emra që i keni vënë vetë ju dhe paraardhësit tuaj, sepse Allahu nuk ka sjell asnjë fakt për ta. I gjithë sundimi është vetëm në dorë të Allahut. Ai ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd dhe asgjë tjetër veç tij. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë.
O dy shokët e mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej verë zotrisë së vet, kurse tjetri do të kryqëzohet dhe shpendët do t'i hanë kokën. Kështu është përcaktuar çështja për të cilën kërkuat shpjegim. Atij, për të cilin besonte se do të shpëtonte, i tha: "Më kujto mua te zotria yt." Por shejtani e bëri të haronte e të mos e kujtonte te zotria e tij. Dhe kështu, Jusufi mbeti në burg edhe për disa vjet. Mbreti i Egjiptit tha: "Kam parë në ëndër 7 lopë të majme që hashin nga 7 lopë të dopta, si dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. Ma shpjegoni, o ju pari, ëndrën time, nëse dini ti interpretoni ëndrat." Ata thanë: "Janë ëndra të përzira, ne nuk dim të shpjegojmë ëndrat të tilla." Por ai që ish liruar prej atyre të dyve që kishin qenë në burg, u kujtua pas një kohë dhe tha: "Do t'ju a tregoj unë kuptimin e saj. Më lejoni të shkoj te Jusufi." "O Jusuf," tha ai, "o njeri i sinqert, si e shpjegon ëndrën që 7 lopë të majme hashin nga 7 lopë të dopta dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë? Ndoshta kur të kthehem te njerëzit, ata do të kuptojnë." Jusufi tha: "Mbillni 7 vjet rresht, prodhimin e korrur lëreni në kallinj, përveç një pakice që do ta përdorni për ushqim. Pastaj do të vinë 7 vite shumë të vështira, që do t'i harxojnë ato që i keni ruajtur, përveç një pakice nga ajo që do ta ruani. Më pas do të vijë një vit plot begati për njerëzit dhe plot të vjela." Mbreti tha: "Ma sillni këtu Jusufin." Kur i dërguari shkoi te Jusufi, ai tha: "Kthehu te zotëria yt dhe pyete: si është puna e atyre grave që pren duart e veta? Vërtet, zoti im e di shumë mirë dredhin e tyre." Mbreti u tha grave: "Si që e puna juaj kur deshët të tundonit Jusufin?" Ato thanë: "Zoti na ruajt, nuk dim që ai të ketë bërë ndonjë të keqe." Gruaja e ministrit tha: "Tani do të dalë në sheshe vërteta. Isha unë ajo që ngulmova ta tundoj atë kundër dëshirës së tij. Ai është vërtet njeri i drejtë. Këtë e them për ta ditur se unë nuk e kam tradhtuar asnjëherë atë dhe se Allahu nuk u jep sukses dredhive të tradhtarve. Unë kursesi nuk e shfaqsoj veten time. Sigurisht, shpirti i njeriut është i prirë për ligësi, përveç atij që e ka mëshiruar Zoti im. Me të vërtet, Zoti im është falës i madh e mëshirëplot." Atëherë mbreti tha: "Ma sillni këtu atë ta mbaj pranë vetes sime." Pasi bisedoi me të, tha: "Tashmë ti ke një pozitë të lartë dhe je i besueshëm për ne." Jusufi tha: "Më cakto mua si përgjegjës të depove të vendit. Unë të ofroj besnikërin dhe diturin time." Kështu, ne i dham Jusufit pozitë të lartë në atë vend, që ai të zëtronte çfarë të dëshironte dhe ku të dëshironte. Ne i bekojmë me mëshirën tonë atë që duam dhe kur nuk u ahumbim shpërblimin vepër mirëve. Por pa dyshim, shpërblimi i botës tjetër është shumë më i mirë për ata që besojnë dhe janë të devotshëm. Vëllezërit e Jusufit erdhën dhe u futën tek ai. Ai i njohu, ndërsa ata nuk e njohën. Pasi i furnizoi me të gjithë mallrat e nevojshëm, u tha: "Më sillni këtu edhe vëllan tuaj nga babai. A nuk e shikoni se unë ju a jap ngarkesën të plot dhe ju pres mirë? Nëse nuk ma sillni atë, nuk keni për të marrë dritë tek unë e as mos u afroni këtej." Ata thanë: "Ne do të përpiqemi ta bindim baban e tij për ta marrë. Sido që të jetë, ne do ta bëjmë këtë." Ai u tha shërbetorëve të tij: "Vendosni mallin që e sollën si pagesë së bashku me ngarkesën e tyre, që kur të kthehen te familja e tyre ta gjejnë aty. Ndoshta kështu do të kthehen sërish te ne." Kur shkuan tek i ati, i thanë:
O baba, nuk na japin më drith nëse nuk e marrim me vete edhe vëllan ton. Prandaj, na jep me vete vëllan ton që të mund ta marrim drith, të sigurojmë se do ta ruajmë atë. Ai tha, atë që besoj juve, sikurse bët më parë me vëllan e tij, Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe ai është më mëshiruesi i mëshiruesve. Kur vëllezërit e Jusufit hapën ngarkesën, gjetën aty mallin e tyre për pagesë që u kishte kthyer dhe thanë: O baba, ç'duam më tepër? Ky është malli ynë për pagesë, na që ka kthyer. Ne do të kemi më shumë drith për familjen tonë. Ne do të kujdesemi për vëllan tonë dhe do të kemi edhe një ngarkesë deveje më shumë. Kjo është veç se një sasi e vogël. Jakubi tha, nuk kam për të dërguar atë me ju derisa të më betoheni në Allahun se do të ma ktheni pas, përveç nëse ju diktojnë rrethanat e vërtet nuk mundeni. Kur ata u betuan me betime të forta, ai tha, Allahu është dëshmitar dhe ruajtës për gjithçka që tham. Ai tha, o bijtë e mi, mos hyni atje nga e njëjta portë, por nga porta të ndryshme. Por me këshillën time, unë nuk mund të shmang prej jush asgjë prej caktimit të Allahut. I gjithë pushteti i përket vetëm Allahut. Unë vetëm atij i mbështetem dhe vetëm atij le t'i mbështeten besimtarët. Ata hynë atje ashtu siç i pati porositur Ati, por kjo nuk ishte diçka që do të mund të ndihmonte nga caktimi i Allahut. Ajo ishte veç se një dëshirë e Jakubit në veten e tij, të cilën e tha. Ai dinte mirë ato që ne i kishim mësuar, ndërsa shumica e njerëzve nuk i din. Kur u futën te Jusufi, ai afroi pran vetes vëllan e vet dhe i tha: Unë jam yt vëlla, por ti mos u mërzit për veprën e tyre. Pasi u dha furnizimet e nevojshme, ai futi një enë të çmueshme në ngarkesën e vëllait të vet. Pastaj një lajmëtar thirri: O ju udhëtar të karavanit, ju qenkeni hajdut të vërtet. Ata u kthyen dhe thanë: Çfarë ju ka humbur? Ata i thanë: Na ka humbur gota e mbretit. Kush e gjen atë, fiton një ngarkesë deveje me ushqime. Ju garantojmë për këtë. Ata thanë: Betohemi në Allahun dhe ju e dini mirë se ne nuk kemi ardhur për të bërë turbullira në tokë dhe nuk jemi vjedhës. Ata thanë: Po nëse provohet se gënjeni, atëherë cili është dënimi? Ata thanë: Dënimi duhet të jetë ai të cilit i gjendet gotat e ngarkesa e vet të mbahet peng. Kështu i dënojmë ne të padrejtët. Atëherë ai filloi të kontrollonte ngarkesat e tyre përpara ngarkesës së vëllait të vet. Më në fund, ai e nxori gotën nga ngarkesa e të vëllait. Kështu, ne mësuam Jusufin të bënte këtë plan. Sipas ligjit të mbretit, atij nuk i takonte ta mbante vëllain e vet, veç nëse do të ishte dëshira e Allahut. Ne e lartësojmë në dituri atë që duam, por mbi çdo të ditur ka të tjerë edhe më të ditur. Ata, bijtë e Jakubit, thanë: Në pas të vjedh ky, atëherë ka vjedhur më parë edhe një vëllai i tij. Por Jusufi mbajti të fshehtë në vete dhe nuk u atregoi atyre këto fjalë. Ju jeni në pozitë shumë më të keqe dhe Allahu e di më së miri atë që ju po thoni. Ata, bijtë e Jakubit, thanë: O zotëri, ai ka një baba të shtyrë në moshë, ndaj në vend të tij merr njërin prej nesh. Ne pushojmë se qenke vërtet bamirës i madh. Jusufi tha: Allahu na ruajt, e si të marrim dikë tjetër dhe jo atë tek i cili u gjet sendi ynë. Ne atëherë do të bënim padrejtësi. Kur e humbën shpresën se mund të bënin gjë, u veçuan për t'u këshilluar me njëri tjetrin. Më i madhi i tyre tha: A mos e harruat që baba i ka marrë prej jush betim në Allah? Ju e keni shkelur edhe një herë tjetër besën, kur ishte fjala për Jusufin.
Unë nuk largohem prej këtij vendi derisa të më lejoj im atë ose të gjykoj Allahu për mua. Ai është gjykatës më i drejtë. Ju ktheuni te babai juaj dhe i thoni: "O baba, djali yt ka vjedhur. Ne dëshmojmë vetëm për atë që dim. Ne nuk mund ta parashikonim atë që ndodhi." Ti dërgoj njerëz e pyet në qytetin ku ishim dhe karvanin me të cilin kemi ardhur. Ne po të themi të vërtetën. Jakubi tha: "Jo, nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka mes jush. Durimi është gjëja më e mirë. Unë shpresoj që Allahu të më sjellë të gjithë. Ai është më i dituri, më i urti." Pastaj u ktheu shpinën atyre dhe tha: "Oh, i mjeri unë për Jusufin, syti u zbardhën nga pikëllimi dhe e pushtoi trishtimi." Ata thanë: "Për Allahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim sa që do të sëmurësh rënd e do të vdesësh kështu." Ai tha: "Unë hidhrimin tim ja parashtroj vetëm Allahut. Unë di për Allahun, atë që nuk e dini ju. O bijtë mi, shkoni dhe kërkoni për Jusufin dhe vëllain e tij, e kur mos e humbisni shpresën nga mëshira e Allahut." Shpresën në mëshirën e Allahut e humbin veç se jo besimtarët. Kur hyn tek Jusufi i than: "O zotëri, ne dhe familjen ton na ka goditur skamje e rënd, prandaj kemi ardhur me pak mall për shkëmbim. Na jep të plot ngarkesën dhe na dhuro diçka më shumë. Allahu i shpërblen ata që dhurojnë." Ai u tha: "A e mbani mend se çfarë keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij kur ishit të paditur?" Ata thanë: "Pse? Vërtet a ti je Jusufi?" Ai tha: "Unë jam Jusufi dhe ky është im vëlla. Allahu na dhuroi mirësi." Me të vërtet, ai që ka frikë Allahun dhe bën durim, të jeti sigurt se Allahu kur nuk ua humb shpërblimin punë mirëve. Ata thanë: "Për Allah, vërtet, Allahu të ka dalluar ty mbi ne, ne kemi qenë vërtet gjunaqtar." Ai tha: "Sot nuk ka qortim për ju, Allahu ju fal. Ai është më mëshiruesi i mëshiruesve. Shkoni me këmishën time dhe hidhnjani babait tim në fytyrë dhe atij do t'i kthehet shikimi. Pastaj ejani këtu me të gjithë familjen." Kur karavani u largua nga Egjipti, babai tyre tha: "Unë po e ndiej erën e Jusufit, ndonse ju mund të më quani të lënë." Njerëzit përreth tij thanë: "Për Allah, ti po vazhdon me përhumbjen tënde të hershme." Kur erdhi lajmëtari si Ariqit, ja hodhi këmishën e Jusufit mbi fytyrë dhe atij i u kthye shikimi. Ai tha: "A nuk ju thash se unë di prej Allahut atë që ju nuk e dini?" Ata thanë: "O baba ynë, lutu për ne që të na falen gjunahet tona se ne kemi qenë vërtet fajtor." Ai tha: "Së shpejti do t'i kërkoj falje Zotit tim për ju. Ai është vërtet falës i madh dhe mëshirëplot." Kur ata hyn te Jusufi, ai afroi pranë vetes të dy prindërit dhe tha: "Me dëshirën e Allahut, hyni në Egjipt të sigurt." Dhe ai i uli të dy prindërit lart në fron dhe ata u përulën para tij. Ai tha: "O baba, kjo është përmbushje e ëndrrës time të dikurshme, të cilën Zoti im tashmë e bëri realitet. Ai më dhuroi mirësi kur më nxori prej burgut dhe ju sulli ju të gjithëve këtu nga shkretë të tira, edhe pasi shejtani pati futur përçarje ndërmjet meje dhe vëllezërve të mi. Zoti im është i butë dhe i mëshirshëm me atë që do. Ai është vërtet i gjithdituri dhe i urti. O Zoti im, ti më dhurove mua pushtet të madh dhe mësove shpjegimin e ëndrave. O krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti mbrojtësi im në dynja e në ahiret. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët." Këto janë nga ato ngjarje të panjohura që ne po t'i shpallim ty.
Ti nuk ishe pranë tyre kur ata vendosën për çështjen e tyre dhe kur thurën intrigat e tyre. Shumica e njerëzve nuk do të jenë besimtar sa do të ngulësh këmbë ti. Ti nuk po kërkon prej tyre ndonjë shpërblim për kumtimin e të vërtetës. Kurani nuk është gjë tjetër por veç se këshill për mbar botën. Sa argumente ka në qiejje në tokë, pranë të cilave kalojnë, por u kthejnë shpinën. Shumica e tyre e besojnë Allahun veç se duke bërë idhujtari. Muzvall, ata janë të sigurt prej dënimit të Allahut që mund t'i përfshijë apo nga ora e katastrofës që do t'u vi befas pa e ndjerë. Thuaj, kjo është rruga ime, unë dhe pasuesit e mi i ftëm njerëzit në rrugën e Allahut me dituri të qartë. I lartësuar qoftë Allahu, unë kur nuk do të jem nga idhujtarët. Ne i dërguam para teje si të dërguar vetëm se burra nga banorët e qyteteve, të cilët i pajisëm me shpallje. A nuk udhtojnë nëpër tokë të shohin se si që përfundimi i më të hershmëve. S'ka dyshim se jeta e ardhshme është shumë më e mirë për ata të cilët ishin të devotshëm. A nuk po logjikoni atëherë? Atëherë, kur të dërguarit gati e humbin shpresën dhe mendojnë se janë trajtuar si gënjeshtar, atëherë u vjen ndihma jonë. Dhe ata që i duam, ne i shpëtojmë. Por dënimi ynë kur nuk do të zbrapset nga një popull keqbërës. Në historitë e tyre ka mësime për të mençurit. Kurani nuk është fjalë e trilluar, por është vërtetuesi i asaj që ishte shpallur para tij dhe shpjeguesi i hollësishëm i gjithçkaje. Ai është udhërrëfyese mëshirë për çdo që beson.